Ish kryeministri socialist Fatos Nano vuan nga një problem kronik respirator që në gjuhën mjekësore njihet me SPOK, sëmundje pulmonare obstruktive kronike. Kjo është një sëmundje, patologji që prek mushkëritë dhe mund të parandalohet. Karakterizohet nga një ngushtim i parikthyer ose pjesërisht i rikthyer i rrugëve ajrore. Ky obstruksion zakonisht është progresiv dhe shoqërohet me një përgjigje inflamatore jo normale, kronike të mushkërive kundrejt grimcave të pluhurit dhe gazeve si për shembull monoksidi i karbonit prezent në tymin e duhanit dhe dioksidi i karbonit që gjendet në ajrin e ndotur të ambientit që na rrethon. Në Shqipëri kjo patologji nuk njihet mirë dhe si rrjedhoi ngelet e pa diagnostikuar, por studimet tregojnë që vendi ynë ka një prevalencë të lartë të SPOK-ut, duke prekur parafërsisht 5 deri 6% të popullatës. Por çfarë është SPOK? Sëmundja pulmonare obstruktive kronike është një sëmundje që prek mushkëritë dhe mund të parandalohet. Karakterizohet nga një ngushtim i parikthyer ose pjesërisht i rikthyer i rrugëve ajrore. Ky obstruksion zakonisht është progresiv dhe shoqërohet me një përgjigje inflamatore jo normale kronike të mushkërive kundrejt grimcave të pluhurit dhe gazeve si për shembull monoksidi i karbonit prezent në tymin e duhanit dhe dioksidi i karbonit që gjendet në ajrin e ndotur të ambientit që na rrethon. SPOK-u është shkaktari i tretë i vdekjeve në të gjithë botën dhe shkaktari i dytë që akuzohet për invaliditet të plotë të pacientëve. Në vitin 2010 janë raportuar mbi 3 milion vdekje nga kjo sëmundje në rang botëror. Në Shqipëri kjo patologji nuk njihet mirë dhe si rrjedhoi ngelet e pa diagnostikuar dhe e keq trajtuar. Studimet tregojnë që vendi ynë ka një prevalencë të lartë të SPOK-ut, duke prekur parafërsisht 5 deri 6% të popullatës. Cilët janë shkaktarët e kësaj sëmundje? Duhanpirja është shkaku kryesor dhe më i zakonshëm. Njihen edhe faktorë të tjerë, ndër të cilët përmenden ndotja e ambientit, deficitet e antitripsinës, mosha, dieta ushqimore dhe aktiviteti i pakët fizik, cilat janë shenjat dhe simptomat që shoqërojnë këtë sëmundje. Kolla kronike dhe sekrecione dhe vështirësia në frymëmarrje kryesisht gjatë ecjes janë më të shpeshta në këtë sëmundje. Preken më tepër meshkujt. I 40 vjeç duhanpirës, por kohët e fundit poshtojnë edhe numri i femrave me SPOK si rrjedhoi i duhanit. Si diagnostikohet? Diagnoza vendoset me anë të një testi të thjeshtë që quhet spirometri me provën me bronkodilatore. Çdo subjekt me moshë mbi 40 vjeç, mashkull ose femër, me ose pa ankesa i rekomandohet të kryejë këtë ekzaminim. Nëse pacienti diagnostikohet me SPOK, duhet të përcaktohet grada e sëmundjes, që janë A, B, C, D. Cilat janë alternativat e trajtimit të kësaj sëmundje? Duhet inkurajuar ndërprerja e pirjes së duhanit. Plani i mjekimit përcaktohet në varësi të gradës. Grada e parë nuk kërkon mjekim të vazhdueshëm, por vetëm në rast se pacienti ka ankesa. Gradat e tjera kërkojnë mjekim më të gjatë. Mjekim në përgjithësi konsiston fillimisht në ndërprerjen e pirjes së duhanit nga ana e pacientit dhe në përdorimin e medikamenteve që merren në formë inflamatore, në formë pompe, për një kohë të gjatë, por kjo në varësi të stadit të sëmundjes dhe gjendjes së përgjithshme të pacientit. SPOK është një sëmundje që nëse prek një person nuk mund të shërohet më. Mjekimi ka për qëllim frenimin sadopak të sëmundjes në stadin që diagnostikohet. Ndërlikimet e sëmundjes janë të shumta, si për shembull kardiake, endokrinologjike, muskulare, deri në invalidizim të plotë të pacientit.